Aleksandar Vučić dhe Viktor Orban hapën së bashku stacionin hekur udhor të Novi Sadit në vitin 2022, një simbol i progresit dhe lidhjes rajonale të Serbisë. Në fundjavë u shënua përvjetori i parë i shembjes së stacionit, një tragjedi që vrau 16 persona. Ky imazh ka shtuar tensionin midis interesave strategjike të BE-s dhe një regjimi të shënuar nga korrupsioni. BE-ja varet nga presidenti Vučić për të mbrojtur interesat e saj në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht duke siguruar akses në litiumin e Serbisë. Burimi qëndron në përpjekjet e BE-s për të zvogëluar varësinë nga Kina dhe për të siguruar minerale kritike. Serbia mban një nga depozitat më të mëdha të litiumit në Europë në minierën e Luginës Jadar, e cila mund të furnizojë deri në 90% të kërkesës së Europës për litium. Megjithatë, kjo mbështetje e ka lidhur Brukselin me një qeveri gjithnjë më autoritare me qytetarët e vet, ku korrupsioni, kontrolli i medias dhe prapambetja demokratike kanë nxitur mosbesim të përhapur si ndaj Vučićit, ashtu edhe ndaj projektit evropian. Në drejtimin e Vučićit, Serbia ka mbajtur lidhje të ngushta me Rusinë dhe Kinën, ndërkohë që vazhdon të paraqitet si një kandidat kryesor i BE-s. Procesi i pranimit është karakterizuar nga mbikëqyrje selektive me Brukselin, që ofron rreth 300 milionë euro në grante vjetore dhe ushtron presion të kufizuar mbi prapambetjen demokratike të Serbisë dhe refuzimin për t'u pajtuar me sanksionet e BE-s kundër Moskës. Lidhja e ngushtë e Vučićit me Orbanin ka ngritur gjithashtu shqetësime se pranimi i Serbisë mund të forcojë kampin pro-rus të udhëhequr nga Hungaria dhe Slovakia. Në vitin 2024 Beogradi furnizoi Kievin me armë me vlerë rreth 800 milionë euro dhe frika se Serbia do të shtyhej më tej drejt Pekinit dhe Moskës ka penguar kritika më të forta nga Brukseli. Protestat që filluan pas shembjes së stacionit hekur udhor të Novi Sadit në nëntorin e kaluar janë përshkallëzuar në një lëvizje mbarkombëtare që kërkon llogaridhënie dhe zgjedhje të lira. Gjatë fundjavës dhjetra mijëra njerëz mbushën rrugët në kuadër të përvjetorit të parë, duke mbajtur 16 minuta heshtje për viktimat, përpara se të ripërsërisnin thirrjet për dorëheqjen e Vučićit. Shumë serb tani e shohin Brukselin si bashkëfajtor në mbështetjen e regjimit të Vučićit, me mbështetjen për anëtarësimin në BE, që ka rënë nga 64% në vitin 2020 në vetëm 33% në vitin 2025, sipas një sondazhi të Eurobarometrit. Ndryshe nga demonstratat e mëparshme në Serbi, kjo lëvizje është nxitur nga zemrimi i thellë, humbja e besimit në qeverinë e Vučićit, teksa protestat vijojnë ambicjet e BE-s në Ballkanin Perëndimor mbetën të lidhura me një regjim të brisht.